Komisioni për Sistem Politik dhe Marrëdhënie midis bashkësive ka kaluar sot propozim ligjin për Inspektoratin e Përdorimit të Gjuhëve. Anëtarët e komisionit nuk i kanë mbështetur amendamentet e dorëzuara nga Fronti Evropian, me të cilat thirreshin në nenin 7 dhe 48 të Kushtetutës dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Deputetët e Frontit Evropian edhe sot akuzuan se me këtë propozim ligj synohet të kontrollohet puna e Inspektoratit dhe të ketë ndërhyrje në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në vend që të përmirësohet dhe të forcohet, shumica parlamentare po e çon drejt një varfërimi institucional, duke i hequr çdo mundësi për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe efektive. Propozim ligji në fjalë e heq statusin e personit juridik të Inspektoratit, duke e bërë thjesht njësi administrative brenda Ministrisë së Drejtësisë. Do me thënë, qëllimi është të hiqet një enti pavarur dhe të kthehet në një zyrë të thjesht, e cila do të funksionojë nën urdhrat e një ministrie, me tendencë kontrollin dhe abuzimin nga qeveritarët aktual. Ndërkaq, deputeti VMRO DPMNES Antonio Miloshovski tha se edhe pse dikush dëshiron ta paraqet këtë çështje si temë etnopolitike, kjo çështje është temë reformuese e cila është e harmonizuar me legjislacionin aktual dhe me ligjin për organet e administratës shtetërore që u votua edhe nga opozita shqiptare. Si deputet besoj se duhet të jemi konsistent me atë që kemi votuar, me ndryshimet e ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore, dhe jo atëherë të kemi një pozicion të BDI-s i cili sipas meje ka qenë argumentuar dhe një linjë të organizimit të ri të organeve shtetërore, ndërsa sot të kemi politizim dhe kundërshtim të asaj që e kemi ndërmarrë si obligim. Me këtë duhet ta kuptojmë këtë si një reformë administrative legjislative që ndërkohë na është kërkuar nga Komisioni Evropian ta zbatojmë jo vetëm për këtë, por për të gjitha 20 inspektoriatet në mënyrë që të marrim një pjesë të fondeve të parashikuara në planin e rritjes dhe të destinuara për Maqedoninë. Ndryshimet në ligjin për Inspektoratin e Përdorimit të Gjuhëve parashikojnë heqjen e statusit të tij juridik. Ndryshimet përcaktojnë gjithashtu që drejtori i Inspektoratit duhet të ketë një certifikat, diplomë ose dokument tjetër që vërteton provimin e kaluar në njërë nga 4 gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian në nivelin B2 të kornizës së Përbashkët Evropiane të referencës për gjuhët, të lëshuar nga një institucion ose organ në vend ose jashtë vendit i regjistruar si ofrues i këtij shërbimi.